Nëse mund të fajsoj vetëm për diçka në rastin e Kosovës, është vetëm se më duhej kaq shumë kohë për të kuptuar natyrën e vërtet të këtij konflikti. Ish ministri i jashtëm i Gjermanisë Joschka Fischer e ka mbrojtur qëndrimin e tij për të përkrahur intervenimin e NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Në një intervistë për Der Spiegel, ai ka thënë se bombardimi i ish Jugosllavisë ishte një domosdoshmëri për të parandaluar një gjenocid të ri. Madje ish kryediplomati gjerman e fajson veten që i është dashur pak kohë të kuptojë natyrën e vërtetë të konfliktit. Në vitin 1995, ne ishim dëshmitar të masakrës së Srebrenicës në Bosnje, më vonë u njoh si gjenocid. Nëse mund të fajsoj vetëm për diçka në rastin e Kosovës, është vetëm se më duhej kaq shumë kohë për të kuptuar natyrën e vërtet të këtij konflikti. Do me thënë kthimin e një nacionalizmi jashtëzakonisht të rrezikshëm, të gatshëm për vrasje masive dhe terror, ka thënë ai, raporton Panorama. Tutja i ka treguar se çka do të kishte ndodhur nëse nuk do të intervenohej. Nëse presidenti i atëhershëm serb Milošević do ta kishte quar përpara agjendën e tij, atëherë e ardhmja e BE-s dhe zgjerimi në Ballkan mund të ishin harruar, ka deklaruar Fischer.